Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Deklaratat e kryeministrit Edi Rama në një intervistë për The Guardian lidhur me politikën e emigracionit të Britanisë së Madhe kanë sjellë reagime të forta nga politikani britanik Nigel Farage. Përplasja verbale mes të dyve ka ngritur debat mbi mbardhënjet mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe perceptimet për emigrantët shqiptar. Një intervistë dhënë nga kryeministri Edi Rama për gazetën britanike The Guardian ka rikthyer në vëmendjen tensionet mes Tiranës dhe Londrës për çështjen e emigracionit. Rama u shpreh kritik ndaj përpjekjeve të qeverisë britanike për të ngritur kampe emigrantësh në vende të treta, duke thënë se Britania e Madhe po tregon se ndodhet në një vend të errët, duke kërkuar vende për të braktisur emigrantët. Kjo deklarat nuk ka kaluar pa u vënë re në Londër. Një ndër reagimet më të ashpra erdhi nga Nigel Farage, ish deputet dhe një ndër figurat më të njohura të fushatës së Brexit. Në një dalje publike, Farage e cilësoi deklaratën e Ramës si hipokrite, duke u shprehur se zoti Rama na kritikon për Brexit, por në të njëjtën kohë ka pranuar një marrëveshje të ngjashme me Italinë. Farage shkoi më tej duke deklaruar se një ndër 50 shqiptarë që jetojnë në Britani janë në burg dhe i kërkoi Ramës të marrë të gjithë mbrapsht nesër, duke akuzuar për mungesë vullneti për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit. Kryeministri Rama nuk e la pa përgjigje këtë sfidë. Në një reagim në rrjetin X, ai ironizoi Farage duke e quajtur një burr gjigant që i kushtoi vëmendje një kryeministri të një vendi të vogël. Mëtej, ai hodhi poshtë pretendimet për shifrat e kriminalitetit të shqiptarëve në Britani, duke e cilësuar si një absurditet dhe duke theksuar se shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve nuk është më e lartë se ajo e popullsisë britanike, madje ka gjasa të jetë më e ulët. E po zoti Farage, më lejoni t'ju përgjigje me diçka që s'është aq e zakonshme në stilin tuaj, shifra reale. Pretendimi juaj se një nga 50 shqiptarë në Britani është në burg nuk është fakt, është absurd, një klasik i manualit post-Brexit. Nëse tingëllon frikshëm, atëherë duhet jetë e vërtet, por kur shikojnë të dhënat reale, është një befasi. Edhe nëse të supozohemi se çdo shqiptar që ndodhet në burg është realisht fajtor, shkalla e kriminalitetit mes shqiptarëve në Britaninë e Bashkuar nuk do të ishte më e lartë se ajo e popullsisë britanike, madje ka shumë gjasa të jetë më e ulët. Sfida e Farage merr një tjetër sfidë që Rama e sjell në formën e një propozimi. Ti sjellim të dyja palët faktet në tavolinë. Nëse pretendimi juaj 1 në 50 deli sakt, angazhohemi publikisht të marrë të gjithë mbrapsht, jo për show, por zotohen publikisht. Por nëse del që shifra juaj është thjesht karburant për tabloidet, atëherë s'ka nevojë për ndjes, s'ka nevojë për drama, madje në vend të kësaj do të merrni një ftesë për të ardhur në Shqipëri si i ftuar nderi, do të merrni diell të vërtet, mikpritje të vërtet dhe fakte edhe më të vërteta për Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe gjithçka që do t'ju kërkoj në këmbim është një zotim i vogël, i thjesht, që herën tjetër kur dikush të përgojoj shqiptarët, të jeni ju i pari që do t'i thoni ndalu. Si thoni atëherë, një verifikim faktesh për një deportim total ose për një palë pushime në mesin e njerëzve më të ngrohtë që do të njihni ndonjëherë. Hajde Nigel, edhe nëse hum në kontrollin e fakteve, fiton një këmbë të torë mish për të gjithë jetën. Pres me padurim përgjigjen tuaj. Përplasja verbale mes dy liderëve shënon një tjetër episod të debatit për emigracionin dhe retorikën antishqiptare në disa qarqe politike britanike. Ajo vjen gjithashtu në një moment kur Shqipëria ka refuzuar një marrëveshje të ngjashme me atë të Italisë dhe Britanisë për kthimin e azilkërkuesve, duke bërë reagimin e Ramës më të drejtë për drejtë dhe më të zëshëm në skenën ndërkombëtare. Një ngjarje e pazakontë të shënuar në aksin Lezhë-Milot, ku një automjet që kryente manovra të rrezikshme refuzoi të bindet urdhrit të policisë për të ndaluar. Efektivët u detyruan të përdornin armën e shërbimit për të neutralizuar rrezikun, duke qelluar drejt gomave të mjetit. Në automjet udhtonin 2 të rinj, të cilët u shoqëruan në komisariat, ndërsa njëri prej tyre rezultoi se drejtonte pa patent dhe mbante me vete një armë të ftohtë. Prokuroria e Lezhës dhe AMP ka nisur hetimet për të vlerësuar lishmërinë e përdorimit të armës nga ana e policisë. Një incident me të shtënë armësh është regjistruar paraditën e së premtes në aksin rrugor Lezhë-Milot në fshatin Gajush, ku një automjet me sjellje të rrezikshme për qarkullimin nuk ju bind urdhrit të policisë për të ndalur. Sipas burimeve zyrtare nga policia e shtetit, drejtuesi i mjetit ka kryer manovra të rrezikshme në trafik dhe në momentin që efektivët e kanë sinjalizuar për ndalim, ai ka tentuar të shpëtojë duke rrezikuar përplasjen me patrullën policore. Veprimet e tij janë konsideruar si një kërcënim drejt për drejt për jetën efektive, çfarë ka sjellë reagimin e menjëhershëm
pasueshëm të tyre. Një nga punonjësit e policisë ka përdorur armën e shërbimit duke qelluar në drejtim të gomës së mjetit për të parandaluar një ngjarje të mundshme me pasoja të rënda. Nga të shtonat nuk është raportuar asnjë i lënduar. Drejtuesi i mjetit, 26 vjeçar Justin Dushku, banues në Lezhë, është ndaluar dhe shoqëruar në komisariatin e policisë Lezhë së bashku me një 20 vjeçar pasagjer. Mjetin e ndaluar. Nga verifikimet e rezulton se Dushku nuk posedonte leje drejtimi, ndërsa gjatë kontrollit të automjetit policia i gjeti një armë të ftohtë. Ndërkohë, prokuroria e Lezhës dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, AMP, ka nisur hetimin për të vlerësuar lishmërinë e përdorimit të armës së zjarrit nga ana e punonjësit të policisë, duke analizuar situatën dhe proporcionalitetin e veprimit ndaj rrezikut të paraqitur. Policia deklaroi se veprimet e patrullës kishin për qëllim neutralizimin e një rreziku të menjëhershëm dhe mbrojtjen e jetës së efektiveve dhe qytetarëve, ndërsa theksoi se do të vijojë me kontrolle të rrepta për të garantuar sigurinë rrugore. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përfundoi hetimet për 28 persona, përfshirë pedagog, antar të stafit akademik dhe biznesmen, të cilët dyshohen për përfshirje në skemën e abuzimit me tendera në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Akuzat përfshin shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim të tyre. Dosja pritet të dorëzohet në gjykatë në ditët në vijim. Prokuroria e posaçme përfundoi hetimet ndaj 28 personave, mes tyre pedagog, pjesëtar të administratës së Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe biznesmen, që dyshohet se kanë manipuluar dhe favorizuar tendera në mënyrë të palishëm në këtë institucion arsimor. Në kuadër të hetimeve që nisën në vitin 2022, SPAK ka dokumentuar shkelje të rënda në procedurat e tenderimit për 9 kontrata publike me një vlerë totale mbi 90 milion lekë të reja. Sipas akuzës, tenderat u favorizuan nga ana e administratorëve të universitetit dhe zyrtarëve të lartë akademik, të cilët në bashkëpunim me bizneset fituese. Mes pandeurve janë figura kyçe të Universitetit Bujqësor si administrator Edmond Tërthorja, si dhe 2 zëvendësë rektor, Romina Koto dhe Ilir Kapaj. Në proces hetimi përkatësisht u sekuestrua telefoni i rektorit Fatbardh Sallaku, megjithatë ai nuk rezultoi përfshirë në këtë dosje. Në shkurt të këtij viti, në kuadër të masave parandaluese, prokuroria urdhëroi 5 arrestime në burg, 10 arrestime në shtëpi dhe 9 masa detyrimi për paraqitje në prokurorin ndaj të dyshuarve. Hetimet zbuluan se procedurat e tenderimit ishin të manipuluara që në përgatitje të dokumentacionit teknik dhe limitet financiare, duke krijuar avantazh për 3 kompani private, të cilat edhe fituan tenderit dhe ofertat e paracaktuara. Kjo skem parashikonte dhe ofertat fiktive nga koherent të tjerë, me qëllim rritjen artificiale të vlerës së tenderave. SPAK njofton se do të dorëzojë së shpejti dosjen penale në gjykatën e posaçme, ku të pandehurit do të përballen me akuza për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim të tyre. Ky rast thekson angazhimin e prokurorisë së posaçme në luftën kundër korrupsionit në institucionet publike, veçanërisht në sektorin e arsimit, për të garantuar transparencë dhe lishmëri në prokurorimet publike. Me kërkesë të SPAK-ut dhe vendim të gjykatës së posaçme janë sekuestruar 21 pasuri në Durrës me një vlerë totale prej 12 milion eurosh. Pasurit dyshohet se janë krijuar përmes trafikut të drogës dhe një grupi kriminal prej 52 personash i hetuar në kuadër të operacionit Ura. Ato përfshin troje, ndërtesa, njësi shërbimi dhe prona të regjistruar në emër të familjarëve apo kompanive që vepronin si mbulesë. Një tjetër goditje e rëndë ndaj pasurive me origjinë të dyshimte është dhënë nga prokuroria e posaçme me kërkesë të SPAK dhe vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku janë sekuestruar 21 pasuri në qytetin e Durrësit, të cilat kapin vlerën e rreth 12 milionë eurove. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK, këto pasuri dyshohen se janë krijuar nga aktiviteti kriminal i 52 personave të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës, të cilët janë vënë në hetim si nga prokuroria e posaçme në Tiranë, ashtu edhe nga prokuroria e Beratit në Itali në kuadër të operacionit të koduar Ura. Pasuritë e sekuestruara përfshin tokë truall, ndërtesa, njësi shërbimi, si dhe prona të regjistruar në emër të familjarëve të dyshuarve apo në emër të kompanive të përdorura si fasad për fshirjen e origjinës së të ardhurave kriminale. Në muajin maj, SPAK kishte sekuestruar gjithashtu 2 kompani ndërtimi, 4 subjekte tregtare, një agjenci pasurisht paluajtshme, restorante dhe mbi 3 milionë euro kesh që konsiderohen pjesë të njëjtit zinxhir kriminal. Hetimet e përbashkëta kanë nxjerrë në dritë një skem komplekse trafiku droge
rrugë me 40 raste të dokumentuara gjatë periudhës 2020-2025 ku përfshihen si destinacione Italia, Shqipëria dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian. Sipas PAK, vlera totale e transaksioneve të kapura në hetim arrin në 4.5 milion euro. Në Itali, autoritetet kanë marrë masa të ngjashme duke vënë në sekuestro apartamente, kompani dhe llogari bankare të lidhura me anëtarët e këtij rrjeti kriminal, i konsideruar si një nga më të fuqishmet që operon mes Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Këto masa vijnë si pjesë e përpjekjes së përbashkët për të ndjekur dhe ndëshkuar jo vetëm veprimtarinë kriminale, por edhe pasuritë e përfituara në mënyrë të paligjshme, duke goditur në thelb strukturat financiare të grupeve kriminale. Gjykata e Apelit Administrativ ka rrëzuar vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për të mos shqyrtuar kandidatën e prokurorit Ndini Tavani në SPAK, duke urdhëruar rifillimin e procedurës. Sipas gjykatës, KLP-ja nuk mund të mbështetet vetëm në vlerësimin e komisionit të posaçëm të ngritur nga vetë SPAK, por duhet të bëjë një verifikim të pavarur të figurës së prokurorit. Rasti ka hapur debat për kompetencat e institucioneve të reja të drejtësisë dhe raportin e tyre me trupën e vettingut. Një vendim i gjykatës Apelit Administrativ ka sjellë zhvillime të reja në procedurat për përzgjedhjen e kryeprokurorëve në Prokurinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në fokus të këtij vendimi është kandidatura e prokurorit Ndini Tavani, i cili kishte aplikuar për të bërë pjesë e strukturës së SPAK-ut, por nuk u mor fare në shqyrtim nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk mund të mbështetet vetëm në vlerësimin e komisionit posaçëm të ngritur nga SPAK. Ai ka detyrime të verifikojë në mënyrë të pavarur dhe të plotë figurën e çdo kandidati. Prokurori Tavani e çoi çështjen në gjykatë pasi u skualifikua nga një komision i brendshëm, pavarësisht se kishte kaluar më parë në procesin e vettingut me vendim unanim të kolegjit posaçëm të apelimit, institucioni më i lartë i rivlerësimit në drejtësi. Në raportin e komisionit posaçëm të ngritur nga SPAK, thuhej se Tavani nuk plotësonte kriteret për të bërë pjesë e kësaj strukture, pa dhënë arsye të detajuara. Kjo solli jo vetëm kontestimin e tij, por edhe debatet në qarqet juridike për rolin dhe kompetencat e këtij komisioni. Gjykata urdhëron tashmë që KLP të rifilloj procedurën dhe të shqyrtoj kandidaturën e Tavanit përmes një procesi të pavarur verifikimi dhe nëse rezulton në përputhje me ligjin, ai të emërohet në SPAK. Rasti pritet të ketë jehanë edhe në procedurat e ardhshme të rekrutimit në institucionet e reja drejtësisë, duke rikthyer në vëmendje ndarjen e kompetencave dhe respektimin e vendimeve të organeve të vettingut. Një operacion i mirë organizuar mes policisë shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar ka çuar në arrestimin e një 40 vjeçari në Dibër, i cili ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane. Shtetasi dyshohet për pjesëmarrje në rrjete kriminale të trafikut të drogës. Arrestimi u bë i mundur fal bashkëpunimit me rrjetin Enfaz dhe autoritetet italiane të rendit. Aktualisht janë duke u ndjekur procedurat për ekstradimin e tij drejt Italisë. Një tjetër rast i ndalimit të një personi të shumë kërkuar ndërkombëtarisht është regjistruar në Shqipëri. Në Dibër, policia ka vënë në pranga një 40 vjeçar, identiteti i cilit nuk bëhet publik për arsye hetimore, por që sipas burimeve zyrtare rezultoni shpadur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane të drejtësisë. Sipas njoftimit të policisë së shtetit, ky shtetas akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike, një vepër penale e kryer në territorin italian, për të cilën gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Në bazë të kodit penal italian, kjo vepër parashikon një dënim mbi 4 vite burgim. Autoritetet e drejtësisë italiane e konsiderojnë 40 vjeçarin si pjesë e një rrjeti të strukturuar kriminal që merrej me trafikimin e sasive të mëdha droge brenda dhe jashtë Italisë. Arrestimi u bë i mundur si rezultati i një operacioni të zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar për kapjen e personave në kërkim me ndihmën e rrjetit Enfaz, një strukturë europiane që koordinon operacionet e shpejta për lokalizim dhe arrestimin e personave të kërkuar nga drejtësia. Një tjetër rrjet trafiku droge është goditur nga autoritetet greke pas hetimeve të avancuara të nisura nga komunikimet në aplikacionin e guxuar Sky ECC. Në operacionin e tretë të këtij lloji janë arrestuar 4 persona dhe janë shpadur në kërkim 2 të tjerë, pjesë e 2 grupeve kriminale. Mes të ndaluarve rezulton të jetë dhe një ish oficer i lartë i policisë greke, i dalë në pension vetëm pak muaj më parë.
Pas 2 goditjeve të mëdha që çuan në shkatrimin e 2 rrjeteve ndërkombëtare të drogës në Greqi, hetimet e theduara mbi komunikimet e goduara të Sky ECC kanë zbuluar një tjetër rrjet kriminal, ku sërish shqiptarët janë në qendër të veprimtarisë palishme. Policia greke arrestoi 4 persona dhe shpathe në kërkim 2 të tjerë, të dyshuar si pjesë e 2 grupeve që vepronin gjatë viteve 2020-2021 në Greqi dhe më gjerë. Ajo që tronti jetuesit grek ishte përfshirja në rrjet e një 50 vjeçari me gradën nën koronel, i cili deri në dhjetor të vitit 2024 mbante pozicione të rëndësishme në policinë e Athinës. Sipas burimeve nga prokuroria greke, rrjeti ishte drejtuar nga shtetasi shqiptar Marius Diamanti, një emër tashmë i njohur për drejtësinë e të 2 vendeve, i njohur edhe si Mario Diamanti nga Delvina. Ai ishte një nga figurat kryesore të krimit në Greqi, derisa u ekzekutua në nëntor të vitit 2021 pra një karburanti që zotronte në Athinë. Diamanti ndonse ishte shpadhur i pafajshëm për mungesë provash në një vrasje të ndodhur në vitin 2010, kishte qenë në qendër të për disa atentate mafioze, përfshirë edhe një vrasje të një shtetasi belg të ndodhur në vitin 2020. Të gjitha këto dyshime janë rikthyer në vëmendje përmes të dhënave të zbuluara nga komunikimet në Sky, të cilat kanë vënë në lëvizje autoritetet greke në nivel ndërkombëtar. Operacioni i fundit konsiderohet një nga ndër më të ndjeshmit, pasi godet edhe lidhjet e dyshuara mes krimit të organizuar dhe segmenteve të shtetit, përfshirë policinë. Hetimet vijojnë në bashkëpunim me partnerët evropian dhe pritet zhvillime të tjera në ditët në vijim. Gjatë 24 orëve të fundit, në 5 bashki të vendit janë regjistruar 9 vatra zjarri, të cilat janë neutralizuar me sukses nga forcat zjarr fikse. Fatmirësisht nuk raportohet për viktima, por ka pasur dëme materiale dhe një person të lënduar. Zjarret kanë përfshirë kryesisht sipërfaqe me barishte e shkure, por nuk janë kursyer as banesat dhe automjetet. Autoritetet janë në gatishmëri të plotë për çdo situatë emergjente që mund të shfaqet. Zjarret vijojnë të rrezikojnë zona të ndryshme të vendit, ndërsa temperaturat mbeten të larta dhe moti favorizon përhapjen e flakëve. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 9 vatra aktive në 5 bashki: Tiranë, Durrës, Kavajë, Lezhë dhe Berat. Në shumicën e rasteve flakët kanë përfshirë sipërfaqe me barishte dhe shkure, duke dikur tok, por pa kërcënuar banesat apo jetën e banorëve. Por në 2 raste zjarret janë shtrirë edhe në ambient të banimi. Në lagjen numër 5 të Kavajës dhe në fshatin Ishull Shëngjin, 2 banesa janë prekur nga flakët. Në Shëngjin shkak dyshohet të jetë bërë një rrjedhje gazi, nga e cila mbeti e lënduar një grua. E plagosura e transportua menjëherë në spitalin e traumës në Tiranë, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Sipas raportimeve të fundit, gjendja e saj shëndetësore paraqitet jashtë rrezikut për jetën. Një tjetër incident, një automjet privat në periferi të qytetit të Durrësit, u përfshi nga zjarri duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Në operacion për shuarjen e flakëve janë angazhuar 9 grupe operacionale dhe 64 automjete zjarr fikse. Falë reagimit në kohë dhe koordinimit me strukturave vendore të mbrojtjes civile, të gjitha vatrat janë neutralizuar me sukses. Autoritetet vijojnë të jenë në gatishmëri të lartë, ndërsa u bëjnë apel qytetarëve që të shmangin ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura dhe të raportojnë çdo rast të dyshimit pranë shërbimeve emergjente. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Sot serbët në Kosovë dhe rajon ponderojnë Vidovdanin, një festë me rëndësi të madhe historike dhe fetare. Por kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi për mundësinë që Beogradi të shfrytëzojë këtë ngjarje për të nxitur tensione dhe incidente në territorin e Kosovës. Reagimet nuk vonuan, ndërsa Beogradi i cilësoi këto akuza të pabasa. Për më shumë, ndiqni kronikën. Sot shënohet Vidovdani, dita e shenjtë për serbët që tradicionalisht kremtohet në Gazimestan pranë Prishtinës. Por edhe pse festa ka karakter fetar, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi se autoritetet në Beograd mund të përdorin këtë rast për të nxitur incidente të qëllimshme. Sipas tij, grupet serbe nga Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia janë organizuar për të marrë pjesë në këtë tubim që pritet të jetë masiv. Ai theksoi se disa prej këtyre grupeve kanë sjellë simbole nacionaliste serbe dhe ruse që bien ndesh me kushtetutën e Kosovës dhe vlerat demokratike. Kurti tha se festa përkundër karakterit fetar është ndëruar shpesh në një mjet për politikë nxitse me retorikë kërcënuese për sigurinë publike. Prej disa vitesh gjatë këtyre manifestimeve nuk lejohet shfaqja e flamujve kombëtar serb përveç simboleve kishtare për të shmangur tensione. Megjithatë, debatet rreth kësaj çështjeje vijojnë. Beogradi ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Kurtit. Zyrtarët serb i quajtën këto akuza të pabaza dhe thanë se kryeministri kosovar po kërkon alibi për veprimet e tij politike.
Edhe pse dita e Vidovdanit ka historikun e vetë të tensioneve, policia e Kosovës njoftoi se ka marrë masa për siguri dhe apeloi për qetësi dhe respektim të ligjit gjatë festimeve. Ndërkaq historia e Vidovdanit lidhet ngushtë me betejën e vitit 1389 kundër perandorisë osmane dhe është shënjuar tradicionalisht në këtë vend prej serbëve në Kosovë. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 29 qershor do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë pasdites në zonat malore lindore dhe juglindore, pritet të ketë zhvillime vranësirash të shkurtra që mund të shoqërohen me rreshje lokale dhe rrufee. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 33 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veri perëndimor, me shpejtësi 6 deri në 13 metër për sekond, ndërsa në Bregdet mund të kap shpejtësi deri në 16 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar nga 2 deri në 4 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 16 deri në 32 gradë Celsius. Kukës, 15 deri në 30 gradë. Peshkopi, 14 deri në 28 gradë Celsius. Tiranë, 18 deri në 33 gradë. Durrës, 19 deri në 32 gradë. Kavaj, 18 deri në 32 gradë. Elbasan, 17 deri në 32 gradë Celsius. Berat, 17 deri në 33 gradë. Korç, 14 deri në 27 gradë. Vlorë, 20 deri në 31 gradë Celsius. Gjirokastër, 19 deri në 33 gradë. Sarand, 20 deri në 32 gradë Celsius. Në Kosovë parashikohet mot i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit gjatë paradites, ndërsa pasditja mund të sjellë vranësira kalimtare dhe rreshje të izoluara në zonat jugore dhe lindore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 10 metër për sekond dhe në Lugina parashikohet shtimi i intensitetit deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 13 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 13 deri në 27 gradë. Skënderaj, 13 deri në 26 gradë Celsius. Pej, 14 deri në 28 gradë. Prishtinë, 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 28 gradë. Malishev, 14 deri në 27 gradë. Gjilan, 13 deri në 28 gradë. Ferizaj, 13 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 14 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 15 deri në 27 gradë. Prizren, 14 deri në 28 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.